Në të vërtetë në stinën e vjeshtës kemi shumë mësime. E shohim se si natyra po plakët dhe po bëhet gati që të vdes në stinën e dimrit. Pra shohim që ai gjelbrim që ishte më parë tani më vetëm se po shkon në drejtim të vyshkës. Gjethet bien nga çdo anë dhe dal nga dal dronjët rrallohen. Dhe kjo neve prej mësimeve që i nxjerrim prej kësaj është që edhe ne njerëzit jemi të këtillë. Edhe ne ja fillojmë si të rinj, shkojmë duke u zhvillu, vjen koha e lulëzimit, zhvillimit, pastaj në formë graduale shkojmë drejt pleqërisë dhe vdekjes. Shikoni këtë dru për shembull, ende e ka ruajtur gjelbrimin e tij, që na jep mësim që edhe tek ndrojt vlen kjo. Disa vdesin më herët, disa më vonë. Disa jetojnë më gjatë, disa më shkurt. Dhe kjo neve duhet na mësoj që të mos mashtrohemi shumë pas kësaj bote, se mos mendojnë që do të jetoni për gjithmonë. Allahu i Madhëshëm i qorton librin e tij ata njerëz që qortojnë vazhdimisht dhe i poshtrojnë njerëz të cilët e numërojnë shumë pasurinë për shkak se adhurojnë ata dhe mendojnë që pasuria e tyre i bën të pavdekshme. Kurse si, kam i ardhur fundi. Nuk do të jetoni për gjithmonë. Dhe do të pyeteni për ata që keni vepruar. Se edhe natyra pas vdekjes saj ne po e shohim, po vdes dimrit, pra ne po ringjallet. Kështu edhe ne do të ringjallemi. Na ka premtuar Krijuesi përmes gjitha shpallëve qiellore, me Tevrate, me Injilin, me Kur'anin, me profetët, me mesazhet që ka dërguar profetët që kanë na të mbumë një ditë për të na llogarit. Prandaj çka do të vepron, nëse vepron mirë, atëherë e ke për veten tënde. Nëse vepron keq, atëherë është kundër teje. Kështu që përgatituni për një ditë që ne kemi më llogarit për çdo imsir, për gjën më të vogël. Kemi më llogarit. Sepse Zoti jonë është i drejtë, nuk i lën pa drejtësi që të zhdukën ashtu. Sa gjenosi, sa krimi, sa idhujtaria, paganizmi, magjia, sa krimet, sa tmerret, sa tradhtit, nuk do të lihemi pa u marrë në llogari, sepse ne nuk kemi kriju kat. Dhe një ditë do të kthehemi të gjithë tek Zoti.